Vuani nga dhimbja e kokës, përgatisni këtë recetë dhe do shpëtoni. Ajo që duhet të bëni është që në një gotë të hidhni lëng nga 2 limon të freskët dhe të shtrydhur dhe në të shtoni 2 lugë kafeje krip himalajane ose thëndryshe kripa roz. Përzieni dhe rekomandohet që këtë përzierje ju ta bëni në një enë më të madhe dhe në të shtoni një gotë ujë 200 ml. Pijeni përzierjen me një glëng, shija do të jetë e tmerrshme, mirë por kjo pije vepron në moment si një magji e vërtet. Për vetëm disa minuta ju do të ndjeni lehtësim të madh dhe dhimbja gradualisht do të fillojë dhe do të pushojë. Kjo pije nuk rekomandohet personave të cilët kanë shtypje të lartë të gjakut, prandaj tregoni kujdes.